Kristian Aslani vazhdon të kërkojë një klub për vijimin e karrierës pasi tashmë etapa e tij te Torino cilësohet e mbyllur. Ai ka refuzuar në fakt disa oferta pasi nuk bindet nga propozimet e klubeve si Parma, Sassuolo, Cagliari, Girona apo Paris FC. Refuzime që ja kanë bërë të vështirë Interit të gjejë një sistemim mes fushorit i cili insiston që të mbetet pjesë e një skuadre në Serie A. Në këtë moment në horizont të shfaqur një variant të cilin vetëm pak muaj më parë Aslani e refuzoi për çështje parash, por që tashmë mund t'i shpëtojë karrierën. Mes fushori në verë refuzoi mundësinë që të transferohej te Bologna duke zgjedhur Torinon, shkak ishte rroga që i ofronte Bologna rreth 300.000 euro më e ulët se sa pretendonte mes fushori kombëtare shqiptare, por tani transferimi te Bologna duket si luks për Aslanin dhe interesimi i ekipit të drejtuar nga Vincenzo Italiano e bën këtë si variantin më të mirë të mundshëm. Largimi i dy mesfushorëve nga radhët e Bolognës gjatë janarit hap mundësi të mira aktivizimi për Aslanin dhe nga Italia raportohet se ai po e sheh me prioritet mundësinë për t'u bashkuar atij, duke e kaluar këtë radhë në plan të dytë aspektin ekonomik.